Komisioni i Bashkimit Evropian para 2 vitesh njoftoi se mjetet e miratuara të IPA fondeve në shumën prej 16 milion eurosh janë tërhequr për shkak të konteksteve me kompaninë kryesore nga Azerbejxhani dhe 3 firmat e këtushme nën kontraktore. Banorët e rajonit të Zajazit tashmë i vuajnë pasojat e dështimit të këtij projekti me rëndësi jetike dhe shprehen të indinjuar nga situata alarmante ekologjike dhe rrugët e dëmtuara nga ndërhyrje gjatë zhvillimit të punimeve për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit. Ata kërkojnë nga organet kompetente zgjidhje urgjente të këtij problemi shumë vjeçar që i shqetëson tejmase banorët e këtij rajoni. Kjo kaloi afër 1 vjet e tepër se do t'i bëjnë fillimi i kanalizimit që e filluan, ata kanë met prapë se ata grupa, ata xhaja, prapë janë pabitës, ata shaktat ose si u thonë, prapë janë qashtu pa ndërtuar pra qysh, ujrat e zeza prapë dalin, ka ndotje të ambientit, edhe deri tash që kjo bë 1 vjet, s'merren ku një farmasash. Ka kërkesa prej bashkisë lokale, prej banorëve për masa urgjente të komunës ose qeverisë? Po ka disa, më nuk ka gjithas shumë, si ma përpari që ka pas. Kërkesat nuk ka. Ne menojmë edhe shpresojmë që do të dalë në sena, më kjo është shumë, që ke kaluar 1 vjet me e tepër që ka një kryetari i ri, mjerisht, si rrugët, si vendi ku kanë gropos, ata kanë me qashtu, ujna shkojnë qashtu, përsipër, ambientit prishtet edhe ma shumë, damtu edhe ma shumë, edhe se di se që shmunemi me çfarë masa duhet me u marrë. Po kemi njaftë pengesa sot më vitin 2026, hala pa kanalizime u ndis edhe u ndërpre për shkaqe të pa sharuar, hala duhet të vazhdojnë që populatat kthehet në vendlindje e jo të hik për në vendlindje jashtë, si që e shofim se cilën ditë, pakohemi edhe jesin shpije, ndërtesa e pa fund, jesin të shketa. Duhet kushte, për njerisht për që këta kushte shumë elementare, edhe duhet të kushtohet pak ma tepër, jo ma tepër, po jemi gati të vënu për të marrë diçka për të rregullu për ekzistencën tonë, edhe të familjarëve tonë, edhe të gjeneratave qera që do të vinë. Të afrojmë kushte që të vinë në vendlindje e jo të hikin për vendlindje që është tash më parë. Zoti Islam, fshati Zajas, cili ka ballafaqohet me probleme të shumta të infrastrukturës, por mbi të gjitha, një projekt i pa realizuar i kanalizimit ka shkaktuar probleme të mëdha në aspektin ekologjik. Unë dua të përshëndes si radio televizioni shtetor, faleminderit që keni marrë pjesë tut në vizitoni dhe gjithë një keni qenë pranë nesh, tu si që e shihni këtë bashki lokale. Unë jam kryetari bashkisë lokale, tu nisën punimet e kanalizimit dhe metën në gjysmë pune, si që e shihni edhe fotot e shihni. Edhe jemi drejtuar shumë shpesh në komunë, atë që s'kemi ku të drejtohemi, çdo ditë që shkojnë komunë, më thonë se kryetari s'është prezent aty, e jam kthy, kam qenë 5-6 herë, edhe kam bë telefon vetë, nuk më paraqitet, për aty ku shkon të ke dërmarrja komunalec, edhe aty s'kum pa kur gjë për ndihmë diçka, erdhën prezent tu e vizituan vendin, qysh probleme kini, erdhë një punëtor i ndërmarrjes komunalec, ecën bashkë këtë terrenin, e tha mrena 1 muaj do të paraqitemi që afër 4 muaj s'kemi asnjë farë përgjigje. A u dha ndonjë sqarim se pse u ndërprehen punimet? Nuk kemi asnjë farë sqarimi, kemi kërkuar, s'kemi marrë asnjë informat, tu nisën punimet, para zgjedhje bëm një kanalizim atmosferik, edhe ai met çashtu si që është
pa kry ala, shaktat i kanë në rrugës, pak a pak, ndishefni në përmes të ekranit. Tu është momental, gjendja është katastrofë, s'mundet veturat kalojnë për shaktave. Unë jam detu në për institucionet, po si shoh se institucionet përnuen në mënyrë selektive, s'marrin asnjë mas në për fshatrat të Zajazit në përgjithësi. Gjendja është vazhdon të jetë katastrofale për arsye të atyre pasojave. Po, çashtu është gjendja, siç e shihni edhe ju. Edhe s'kemi momentalisht s'kemi ku drejtohemi. Mu vjen keq se këta pushtetet vinë e shkojnë, ama kryetari në këtë mënyrë të vazhdojnë të punojnë, s'mundem ta kuptoj. Pse mos pranojnë një kryetar basie lokale ose një këshill basie lokale? Të gjojnë hallet problemet e banorëve, ama aty nuk ka shans që me shkojnë kërkojnë kryetarin, thoshtë son shtu. Kam taku sekretarin e komunës, kum bisedu, edhe e më premtoj, tha, kjo duhet bëhet realizohet, kur gjënë s'kom përgjigje. A keni shpresa se çështja e kanalizimit do të zgjidhet qoftë nga komuna, qoftë nga pushteti qendror apo qeveria? Si e shoh gjendjen momentalisht, kjo qeveri që janë tash mus ma merr menja, po shpresat i majmë se do të vazhdojnë të punohet, po sa do të shkojnë kjo veç një zot din, se unë shpresa s'kam kur gja. Në këtë qeveri s'kam asnjë shpresë, kurse ai nuk pranon bisedë të informosh problemet tuaja që shkem fshat. Dëgjojnë kërkesë. Po ajo të bëjnë punë diçka më të madhe. Ai s'të pranon zyrë. Ku të shkosh tuke ne në për zyrat, ku të shkosh s'mundesh me hy. As në ndërmarrje komunale, as në komunë, unë nuk e di, unë 66 vjet kam këtu, kam qenë kryetar bashkie lokale prej 90-ën, 86-ën, 94-ën. Ama kështu si është sot gjendja faktike, unë s'mundem të paramenoj këtë. Do të thonë përveç problemit të kanalizimit të ujrave fekal, ka fshati edhe problemet tjera. Problemet janë shumë të mëdhenja. Tu kemi një të merë që veturinat vini marrin, atë ka bua kryetari, ish kryetari, mundem të falemderoj, s'kum pas kontakte, kemi bashkëpunu, mirë, po tash problemi këtu kena si e gjendja, nuk është faj i popullatës ose bashkive lokale, faj është i partive, cilët merren me popullatën, edhe në fund popullata i hek këta probleme. Keni probleme me furnizimin me ujë? Momentalisht me ujnë imi në rregull, kemi ujë, tash verë, sezona ka nergur beqaret, është pak ka ndërpreje, po nuk kemi probleme të mëdhenja me rrugës. Çka tjetër do të thoni lidhur me problemet që i ka fshati Zajër Çelikaj? Problemet kemi, shumë probleme ne kemi. E në meve nën kemi probleme. Kemi disa ndërpreje të rrymës elektrike. Vazhdojnë ato konteste akoma? Po vazhdojnë, që ashtu janë të shifni në për fotot ku vot edhe ke vënaje, na që ku bë kërkes, edhe ke detoje në paracit, kemi disa kabla që është rrezik që duhet në rojnë sa ma shpet vinë, ata vetëm erdhën e vizituan venin, si është gjendja edhe shku. Kur gjame, mentalisht kemi asnjë farë përgjigje. Edhe s'dim, faktikisht nuk dim ku drejtohemi. Unë kitë se maj me në gjatë e 6 vjetë nuk e maj me në mos kesh ku drejtohesh një institucion që mundet të ndihmojnë diçka. Unë e kam përjetu edhe komunizmin edhe këtë, ama kitë se kam rrinë këtë situatë si është sot gjendja që mos kesh ku drejtohesh. Qoftë komunë, qoftë e vënaja, qoftë ndërmarrja komunale, ku të shkosh të problemi ma i madh është në për fshatrat. Ne dalë kryetari komunës, ne të mbëjnë thirrje, dalim në për teren, ta shoh gjendje momentale, si është Zajër Çelikaj që të bindet, a duhet punuan këtë bashki lokale, as duhet. Në përgjithësi, Zajër Çelikaj janë lënë mas dore gjithë kohën, edhe pi partish, nuk merren me parti, partitë vinë e shkuajnë. Po punët që duhet një jetesë, një bashki lokale të rrojnë në fshat ku është katastrofë. Për një kërkuajnë e dalin të rend të shohen vetë gjendje faktike sjo, që nesër për ti, kur të vinë thot, e ka bu filani, ajo është për të mërit poplit, për të mërit qytetarve. Kjo është gabimu si e shoh, po si e me paramenuajnë ata, nuk e di. Tu fajet i kanë kretë, tu fajet i ka edhe qeveria, edhe kryetar, edhe se i shuan këta informata, i shuan këta video, i shuan këta terene ka hecim një kalunë. Kjo e mjerushme, më vjen keq, ama u s'du të folë më shtynë me zëtë më të folë se ky popull të qëron do një jetesë barabartë, do në ketë
çdo gjë në rregull. Afër 450 banorë është këtë basi lokale. Vim drejtohen mu, më thonë hajtë shkojmë komunë. E unë tash t'i mërë t'i qoj njerëzin në komunë, tash ajo nuk vjen me që thot i ka qo filan, i ka bo filan. Po ta gjojmë zgjidhen përbashkët, fillojmë punimet, të buhet diçka për të merën e bashkisë lokale. Në një konferencë shtypi të organizuar me rastin e promovimit të disa rrugëve lokale në Kërçov, kryeministri i vendit Kristian Mickovski, ndër të tjera, është pyetur edhe për projektin e kanalizimit në zonën e Zajazit. Ai ka potencuar se qeveria në bashkëpunim me komunën do të gjejë zgjidhje përfundimtare të këtij problemi shumëvjeçar. Në këtë frymë është edhe përgjigje e sekretarit të komunës Aleksandr Mickovski gjatë takimit me kryetarin e basisë lokale të fshatit Zajaz Qelikaj, Islam Mehmedi.